Policia e shtetit ka zbuluar dhe goditur një rast të kontrabandimit të sendeve me vlerë në kuadër të operacionit policor të koduar Gold, pas një hetimit të shpejtë dhe administrimit të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë numër 4 dhe Prokurorinë e Tiranës, arrestoi në flagrant shtetasin turk Bajram Alioguli, 39 vjeç, banues në Stamboll. Operacioni u zhvillua në rrugën 5 Maj në Tiranë, ku policia ndaloi automjetin e drejtuar nga shtetasi turk për kontroll. Gjatë këtij kontrolli u zbuluan dhe u sekuestruan 455 gram flori dhe bizhuteri floriri, të cilat dyshohet se ishin të kontrabanduara për të shitur në Shqipëri, 35.000 euro dhe 16.200 dollar, që dyshohen si të përfituara nga shitja e sendeve me vlerë. Automjeti dhe telefoni celular i shtetasit të arrestuar që u morën gjithashtu si provë materiale. Gjatë këtyre hetimeve, policia ka identifikuar dhe proceduar penalisht edhe një shtetas shqiptar 58 vjeç banues në Vlorë, i cili dyshohet se shiste lëndet e kontrabanduara për llogari të shtetasit turk. Bazuar në provat e mbledhura, policia e shtetit deklaroi se mallrat e sekuestruara nuk kishin fatura blerjeje dhe kishin futur në vend në mënyrë të palishme. Materialet procedurale u referuan Prokurisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për të dokumentuar të plot këtë aktivitet të palishëm.